Kushtet e mira atmosferike të ditëve të fundit kanë krijuar mundësi të favorshme për blegtorët që të nxjerrin bagtit në kullota në shumë zona rurale. Pas një periudhe dimrore ku bagtit janë mbajtur kryesisht në stall dhe janë ushqyer me foragjiere të thata, me ardhjen e pranverës ka nisur gradualisht edhe ndryshimi i regjimit ushqimor. Blegtorët në zona të ndryshme kanë nisur të nxjerrin bagtit në kullot për disa orë gjatë ditës, kryesisht në orët e mesditës kur temperaturat janë më të larta. Sipas tyre kjo mënyrë ndihmon që kafshët të mësohen gradualisht me kullotën dhe të shmangen problemet që mund të vinë nga ndryshimi i menjëhershëm i ushqimit. Unë 2 orë qoj me kullot. Se unë mbaragjim sallor. Sa krerë keni? Vetëm dele mbashtoni apo? 25 kokë dhe kam, i mbaj sa për nevojat time. Ku i çoni për kullota? Time. Kam jonxhet time i mbaj. Çdo njeri mban në vend të tij. Se thjesht zoni që dolli e shilje i jonxhes se nuk lejohet ta me bakti. Se mbrojmë. Siguroni vetë ushqimin për kafshët, i mblidhni gjatë? Gjatë bearit, jo, me qikë barja këtyre merremi neve plek, 6 vjetë, në nga lopë mbajnë do të tash. Porim ju shpjem më shpi lopës, një lopë e në kalë kemi. Ata që mbajnë më shumë, shkojnë në malë. Dalja në kullota jo vetëm që përmirëson ushqimin e baktive, por ndikon dhe në shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Për këtë arsye, periudha e pranverës konsiderohet shumë e rëndësishme për aktivitetin blegtoral, pasi krijon kushte më të mira për rritjen dhe zhvillimin e kafshëve.